lëvizje e gabuar, rënja, pakujdesia, po nga ana tjetër do doja të pyesje doktor për rezistencën ose forcimin e kockave. Ne lidhim gjithmonë me kalciumin në jargonin tonë edhe në dhe me vitaminën. përditshmërinë të. Po, dhe me vitaminat. Qëndron, mund të forcohen. Sigurisht. Pra ka një forcim të kockës edhe përmes ushqyerjes ose suplementimit. Absolutisht po. Ekspozimi ndaj diellit, ushqimi janë thelbësore. Teknikisht kjo është temë nutricionistëve, jo na, po ata i mëshojnë shumë kësaj gjëje. Pavarësisht se ka pasur ca zëra, nuk e di a vlen për tu përmendur, të XY personash publik që fillojnë flasin që këto janë jo efikase etj. Po flasin për sisteme trajtimi, pra prezenca e kalciumit në dietë dhe vitaminës D. Nuk janë legjenda urbane, nuk janë të ngritur, janë të provuara shkencërisht për ndryshim. Po themi për dëmtimet e zakonshme, tham janë edhe ndrydhjet apo sforcimet. Po, tani. Ndrydhjet ndodhin zakonisht në zonën e kyçeve? Fjala ndrydhje është fjalë popullore. Në gjuhën mjekësore, ndrydhje do të thotë një dëmtim i ligamenteve, që ne e përmendëm përpara. Pra dëmtimi ligamentar, që ligamentet janë struktura që lidhin kockat njëra me tjetrën. Domethënë, kudo ku ne kemi një artikulacion, ka ligamente dhe ka kapsulë që lidhin, krijojnë kontinuitetin, vazhdueshmërinë, falni, të sistemit muskuloskeletik. Pra, në të tëra këto zona, ku ka një dëmtim ligamentar, ka një humbje të pjeshme të stabilitetit, e cila, nëse është e pjeshme, mund të kalojë thjesht duke mos, ose duke evituar përdorimin e atij ekstremiteti, qoftë dorë apo këmbë, apo duke e imobilizuar. Dhe në vijim, sigurisht, dalim ka ajo që ne po diskutonim para pak minutash, kur ishim këtu, ke pjesa e fizioterapisë. Fizioterapia zë një vend të tmerrsisht të rëndësishëm, sidomos në këto raste, dëmtimet e kyçeve. Pra, unë do të pavarësisht është fusha e kolegut, do shta s'më takon, po pjesërisht do thoshe dy komponentët bazë, brenda trajtimit që ke ne është fatkeqësisht pak i aplikueshëm, është atrofizimi i muskulaturës 1 dhe ngrirja e artikulacioneve 2, që janë të pashmangshme mbas imobilizimeve. Pra mbas imobilizime ne e dim të gjithë këtë gjë, këmba apo krau humb pjesërisht fuqinë, si rezultat i imobilizimit, i mospërdorimit. Artikulacionet, kudo, bryli, gjuri, pjesërisht ngrinë, të themi. Ne në terminologji na pëlqen të themi ndryshke, jo se ato janë prej metali, po është për ta kuptuar më mirë. Dhe a ndodhin? Po, vazhdimisht në çdo imobilizim. Dhe në vijim, pastaj është roli fizioterapisë ai që do bënte realisht. Dhe jo për ta lënë siç thuhet zakonisht se kockat ngjiten vetë, është një shprehje popullore që kockat ngjiten vetë, nuk është shprehje popullore. Nuk është shprehje popullore, është kockat ngjiten vetë. Domethënë, atëherë natyrisht lind pyetja për çfarë duhet ortopedi. Dakor, ortopedi duhet për ta pozicionuar që të ngjitet vetë në pozicionin e përshtatshëm. Kjo është mos të ngjitet kujdo qefi do. Po, që të mos ketë atë që thatë juve absolutisht, pra kur ka deformime zhvendosje, nëse ne do ta lëmë në atë pozicion, a do ngjis, po, në shumë nuk po flasim gjithmonë, po, në shumë në raste kur ka sipërfaqe kontakti ngjisin vetë. Pra kocka nuk në rastet pediatrike? Është e njëjta gjë, po flasim general. Domethënë, po e generalizoja pak bisedën. Pra, si për të rritur, si për fëmijët, parimisht është e njëjta gjë, gjithmonë ngjisin vetë. Ne thjesht përpiqemi, bëjmë ç'është e mundur, të sigurohemi të ngjisin në pozicionin më anatomik të mundshëm. Doktor, për t'ju rikthyer, në fakt shumë prej pyetjeve tona kanë të bëjnë pikërisht me atë jargonin e përditshëm, të hiqen duar, të ikin duar, të shkëputen. Është po ashtu një rast që e njoh. Tani si është në fakt në vetvete? Si përkthehet në mjeksi? Është për ta riformuluar. Ka një sindrom që po ta përkthejmë në shqip, quhet sindroma e Dados. Nursemaid syndrome ka nga anglisht, quhet sindroma e Dados. Pse e quhen ashtu? Është sindrom që dikush e ka studiuar edhe e ka emëruar në mënyrë të tillë. Fëmijët deri në një moshë të caktuar, po do thosha nuk ka një si gjithmonë, asnjëherë ne nuk kemi prerje matematikore me thik, po do thosha deri në moshën parashkollore, 6, 7, 8 vjeç nganjëherë. Nëse tërhiqen fort, është një strukturë që ne quajmë kokleratus tu brenda brylit, e cila nëse krau tërhiqet, pra tërhiqet nga dora siç ne jemi mësuar në ato filmat e vjetë, shikojmë që fëmijët gjithmonë tërhiqen në një farë mënyrë, del nga vendi sepse nuk është e maturuar sa duhet për tu stabilizuar nga ligamenti. Kthehet prapë në pozicionin fillestar, është një dalje nga vendi të themi, jo thyerje mirëfillte. Kthehet prapë në pozicionin fillestar me disa manovra që sigurisht duhet i bëj ai që e di atë punë, nuk lë pasoja, është shumë e shpeshtë, ndodh gjithmonë,
Në basë rasteve kur ne na kanë ndodhur përpiqemi gjithmonë t'i udhëzojmë, sepse mund të ndodh prapë, nuk është se ndodh një herë, do të thotë që s'ndodh herë tjetër. T'i udhëzojmë prindrit apo kujdestarin, dadon, prandaj quhet ashtu sindromi dados, t'i udhëzojmë që gjithmonë tërheqet në atë grup mosh të shmangen, nëse na duhet ta ngrim sjetulla, domethënë në një farë mënyrë, thjesht mos të tërhiqet krau që të shmanget, dalja nga vendi e kokës së radhës, thotë në termin shkencor. Sindroma quhet sindroma e dados. Ndodh shpesh që i themi dhe është shumë e shpeshtë. Është edhe që mbajnë fëmijët kujdes të tërhiqet. Ndodh që ta nxjerr fare, që probabilisht diçka e tillë do ketë qenë. Ajo që po diskutonin më parë, po. Do doja ju lutem që të vendosim pak edhe numrin e telefonit, në mënyrë që të gjithë ata që mund të kenë ndonjë pyetje në lidhje me temën e sotme të jenë prezent, të na bashkohen. Po flasim për frakturat e kockave tek fëmijët, trajtimi dhe rikuperimi. Që në fillim mund dalëm tek zonat tipike, të cilat mund të psojnë më shumë ti fraktura. Tek e mira po themi që fëmijët kanë kocka më elastike dhe ndoshta një prind duke zbritur shkallët, një i rritur mund të thyej këmbën, po fëmia për fat mirë mund ta shmang një gjë të tillë, pra ka një lloj diferencimi në këtë aspekt. Te rëndësia e ushqyerjes dhe suplementimit për të forcuar kockat dhe për të patur një rritje sa më të mirë, dhe më pas trajtimi që e renditëm një nevojë mund të jetë vendosja, siç i themi ne, në allçi, apo e rëndësishmja pastaj dhe domosdoshmëria më saktë i rikuperimit me fizioterapin. Telefonata është gati, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, po ju dëgjojmë. Nga Kavaja flas. Po. Në muajin shtator, në fund gushtit, vajza ime nxjerr gjurin tek lodrat. Po. Po, shumë mirë ka gjurin, po kam frikë ndoshta një problem mos jetë, në që po jo të doktorin, mund të dali prap. Majti një gjunjës. Ju besoj keni shkuar tek një mjek që e keni parë? Po, kam shku ke një mjek, po. Që të na tregosh pak, po. Kishte të boni ca kohë, jo fizioterapi, po vetë fizioterapi në shtëpi me ngritje në këmbës, e marrë disa minuta. Po kështu e shoh që një atë këmbë që ka nxjerr gjurin e ka. Sa vjeç është vajza, zonjë? Vajza është 11 vjeçe, ka më të shëndetshme. Sa kohë ka që ka ndodhur ky episod? Në fund të gushtit. Okej, po çfarë shqetësimesh ka aktualisht? Mund të referon? Ka filloj shqetësime vetëm se ka frikë. Pyetja juaj cila është? Është nëse mund të ndodhë përsëri një gjë e tillë. Mos i ndodhë, këmba është pak më e shëndetshme sa koha tjetër. Ka faktor predispozues për problematika të këtij lloji, për daljen e kupës së gjurit, jo gjurit, kupës së gjurit nga vendi, po. Të cilat janë të identifikueshme në grafi. Pra, disa persona e kanë më të shtuar një tendencë të tillë, disa të tjerë jo. Ne nuk mund ta themi pa parë një grafi të ekstremiteti të gjurit të dëmtuar, nëse vajza juaj e ka apo jo një tendencë të tillë, por mund t'i ndodhë kujtdo, mund t'jetë dhe përsëritur. Pra, fakti që ka dalë një herë, nuk e shmang domosdoshmërisht mundësinë që mund të ndodhë një herë të dytë. Është njësoj, sikur të rrëzohemi të vrasim këmbën, na ekzistojnë shanse ta vrasim përsëri, po sigurisht, edhe këmbën tjetër poshtë. Po, edhe mjeku e këshilloi që mos e marrte shumë të gjunjëzën, pa ajo ka frikë. Gjunjëza në këto raste normalisht është e këshillueshme të mbahet disa javë, jo më muaj, tashmë me sa na treguat kanë kaluar muaj, apo? Vazhdo në shkollë nuk i ka dot pa gjunjës. Është kthyer në frikë tani, pra siç po thoni. Po dhe gjunjëzja fillon një moment tani edhe kryen mbajtjen e muskulaturës, pra mbrojtja më e mirë është muskulatura e mirë se sa gjunjëza. Në momentin që gjunjëza duhet të hiqet me patjetër dhe të fillojë të riforcojë të paktën muskulaturën që të ketë një mbarvajtje të mirë të patelës, por që siç e përmendi dhe doktori, rastet e riskut janë, por që me një mbarvajtje të mirë ajo sa më shumë kohë të kalojë, aq më mirë është edhe për vajzën. Edhe forcimi pra i muskulaturës, edhe ndoshta edhe një aktivitet, jo të jetë në muskulatura bën rolin kryesor të gjithë artikulacionit. Në moment që ti do kesh një muskulaturë të shëndetshme dhe të fortë, normalisht edhe kupa e gjurit ose patela në këtë rast. Po, edhe fjalët e mjeku këto ishin, po mund t'i bëj tash të vazhdon fizoterapi? Mund të bëjmë patjetër fizoterapi, por fizioterapia në një moment të tillë pas kaq shumë kohësh nuk do ta ndihmonte në bazë të aparaturave gjitha këto, por duhet vetëm riforcim muskulature që të ketë një mbarvajtje më së miri siç e përmendëm. Sepse
terapia antiinflamatore nuk ke çfarë të bësh me asaj zonës.